Të lumt Bora, mund të ulesh? Të dashur miq, kjo është Bora me Mishi, ajo e cila ka pak ditë që sigurisht ka marrë edhe çmimin e parë në gara ndërkombëtare për violinë. Ajo sot vjen për herë të parë në emisionin Prizma dhe ne vendosëm që në mënyrën më të bukur të mundshme ta përmbyllim emisionin me performancën e saj me të cilin ajo edhe ka marrë vendin e parë. Bora, më thuaj si u ndjeve gjatë kësaj performance për herë të parë në një studio kështu? Shumë mirë. Tregova që ke marrë vendin e parë në gara. Më thuaj si të bën të ndjehesh kjo që ti je vlerësuar si e para në këto gara ndërkombëtare për violinë? Unë jam ndjehe shumë e lumtur që e ka marrë vendin e parë. Okej. Dhe përzgjedhja jote pse pikërisht violinën, çfarë të ka tërheq më shumë ti te violina në momentin e parë? Të është dukur më interesante, më e veçantë si instrument? Më ka pëlqyer shumë violina. Okej. Dhe nëse nuk gaboj, profesori yt është profesori Shkelzen Pajaziti, apo jo? Si do ta përshkruaje krejt këtë bashkëpunim që keni, sa në krejt punën që ai bën me ju? Është një profesor shumë i mirë? Po, shumë i mirë. Mendon që puna që ai ka bërë me ty ka ndikuar që ti të merrje vendin e parë dhe të shpërblehesh si më e mira në këto gara? Po. Okej. Ke plane që të bëhesh violiniste në të ardhmen? Kam shumë qejf që të bëjmë violiniste. Do të thënë do i qëndrosh kësaj, Po. Unë uroj shumë që pas një kohë, ndoshta në një periudhë tjetër apo pas pak vitesh, ti jesh e ulur po ashtu në këtë studio dhe të na folësh për sukseset e tua. Unë falenderoj shumë që na e zbukurove këtë episod të emisionit Prizma me këtë performancë dhe vetëm të shtohen çmimet dhe uroj gjithmonë të jenë çmimet të para. Shumë suksese. Faleminderit. E me këtë bukuroshe të dashur miq dhe me këtë performancë që i dha shije këtij episodit të Prizma, unë e përmbyll emisionin duke ju falendëruar gjithë juve për vëmendjen tuaj. Si gjithmonë falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia. Ndërkaq juve ju le takim nesër me kolegen time Ilmie Zhaku dhe vazhdoni të qëndroni me frekuencat e televizionit Alsat. Mirëmbëjtje.